Unë jam Fatmira Mehmeti, jam një e verbër e grupit parë dhe ujti erdhi një herësh, më mbyti brenda, më mbuloi dhe erdhën më nxorrën jashtë. Prap, me fjalë më mbyti, vunë më jastiqet, vunë të mbanin ujtin dhe erdhën më morën, më nxorrën. Për sa minuta ndodhi e gjithë? Minuta e gjitha. Ju nxorrën familjarët, afërmit tuaj apo komshit? Familjarët erdhën më nxorrën, komshit nuk e di se kush erdhi më mori dhe më nxorrën jashtë për momentin, pastaj erdhën, pastruan ujtin, më erdhën më ndihmuan. Dhe plaçka të gjitha siç e shikoni vet, edhe shiko çdo dhom, janë bërë çdo gjë, nuk hyn në punë asnjë gjë. Kanë dalë të gjitha jashtë përdorimit. Unë nuk kam as ndim, asnjë gjë. Nuk keni komunikuar apo nuk ju kanë kontaktuar institucionet e bashkisë, të prefekturës, të emergjencës? Komunikova, mora telefon, më thanë po vi. Prita dhe nuk erdhën. Nuk ka ardhur asnjë nga drejtuesit apo nga shërbimet shtetërore për t'ju dhënë ndihmë apo të paktën për të parë gjendjen tuaj dhe të banesës? Deri tani që erdhët ju, të falenderit për jush, nuk kemi parë ndihmë as nga kërkush. Vini dorë në zemër për një të verbër. Nuk kam ku shkoj, nuk kam ku vete, me që ras kam ku vete. Marr vetëm një pension 300.000 lekë. Edhe atë kam me shoqëruesen. Ju po vijoni qëndroni këtu pavarësisht kushteve? Po këtu, nuk dal nga shtëpia, unë këtu do rri. Këtu do rri me këto kushtet, bëj ndim shtetit, më ndihmoj se nga shtëpia nuk kam se ku vete. Edhe këto plaçkat mi ka bler vllai se nuk kam çfarë të bëj. Unë nga shtëpia nuk dal. Do jetoj këtu.